Pyetje, më tregoni se çka është një adhurim që në botë mund ta bën vetëm një njeri në të njëjtën moment. Është një adhurim që në të njëjtën moment mund ta bëj vetëm një musliman në botë, nuk ka mundësi dy musliman me e bë. A keni ndëgjuar ndonjëherë për këtë adhurim? Pra. Ha? Çka Imam i Qabës? Tamam. Jashtë imamave? Dikush që nuk është imam. Diçka tjetër? Ezanin e thirin njëtën moment edhe në shumë vende thiret ezani. Përgjigja vëllezër është një adhurim i veçantë çka është puthja e gurit të zi. Nuk ka mundësi njëtën moment me i bo dy veta. Momentalisht, kush është të guri i zi, tu e përshëndet gurin i zi, tu e puth gurin i zi, në qabe çka është, vetëm ai në atë moment është të e bo atë adhurim. Mirë po, e kam edhe një pyetje tjetër, cili është ai adhurimi që në të njëjtën moment tu mund ta bojnë miliona ose miliarda njerëz, në të njëjtën kohë në botë, ose kanë mundësi me botë gjithë njerëzimi. Jo. Se nëse ne agjërojmë tash, për shembull, tash nëse na adhurojmë, pa ata në Australi mund ta agjërojnë, edhe ku në Amerikë. Allah shpëleft. Ma thëmë, përmendja Allahu subhanahu wa taala vëllezër, dhikri, është një adhurim që mund ta bojnë njerëzit dhe nuk është kusht që me qenë xhami, nuk është kusht që me qenë me abdes, nuk është kusht që me qenë i kthyr ka kible, nuk është kusht që ta ngritë izani, nuk është kusht që ti lexosh Kur'an, përmendja Allahu subhanahu wa taala.